Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohem sonte me ju për të ndarë së bashku një histori shumë të dhimbshme. Një varim që në fakt ka ndodhur 3 herë. Si e ka varrosur veten kjo vajzë 3 herë? 3 herë me radhë ka varrosur veten dhe askush në fakt nuk e di që ajo është varrosur dhe ka ardhur përsëri në këtë univers. Për çfarë historie bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një rrëfim shumë të ndjerë, që në fakt unë jam rënqethur kur e kam lexuar për herë të parë dhe dëshiroja këtë dhimbje ta ndaj së bashku me ju. Quhem Elira, ose të paktën kështu më njeh bota sot. Emri që më dha nëna ime është varrosur bashkë me një të vërtetë që për vite të tëra po më djeg shpirtin. Ky rrëfim nuk është për zemra të dobta. Është historia ime, një histori që shumë kush nuk do ta besonte, por çdo fjalë është një plagë rrënjësisht e jetuar. Kam lindur në një fshat të vogël, aty ku fjala e burrit vlen më shumë se jeta e gruas. Nëna ime ishte vetëm 17 vjeç, kur mua më solli në jetë. Baba im nuk më njohu kurrë. Për fshatin isha fëmia e turpit. Që fëmi mësova se çfarë do të thotë të ulësh kokën, pa qenë fajtore në asnjë mënyrë. Kur isha 9 vjeçe, nëna ime u sëmur jashtëzakonisht rënd. Mbaj mend sytë e saj që më shikonin sikur donin të më kërkonin falje për jetën që mua më la. Një natë të ftohtë dimri, ajo u shua në krahët e mi. Dhe unë mbeta vetëm një fëmijë, dhe askush në atë mes nuk më donte më. Mua më mori xhaxhai, jo nga mëshira, por sepse shteti i jepte ndihmë për jetimet. Imagjinoni. E ka marrur xhaxhai sepse shteti ka dhënë ndihmë për jetimet. Aty filloi feri im i vërtet. Gruaja e tij më trajtonte si një shërbetore. Nuk shkoja në shkollë, punoja, heshtja, qaja, vetëm natë. Por ajo që s'kam treguar kur është ajo që më bëri të vdes krejtësisht nga brenda. Kur mbusha 13 vjeç, xhaxhai fillonte të hynte në dhomën time natën. Nuk e kuptoja çfarë po ndodhte, vetëm e dija që më dhëmte trupi edhe shpirti. Më kërcënonte, nëse flet më thonte do të vras. Unë heshta për vite. Heshta derisa unë e humba zërin tim. Në moshën 16 vjeç unë mbeta shtatzën. Kur e morën vesh, nuk pati pyetje, nuk pati drejtësi. Vetëm një vendim. Kjo vajzë duhet të zhdukur nga sytë e botës. Më martuan me një burr 20 vite më të madh se unë. Nuk e njihja, nuk më pyeti askush nëse unë e doja. Thjesht më dorëzuan si një send që duhej hequr qafe.
Burri im ishte i ftohtë, ishte i dhunshëm, ishte xheloz. Kur lindi vajza ime mendova se Zoti më dha një arsye të madhe për të jetuar. Por gëzimi në atë mes zgjati shumë pak. Një natë pas një sheri, ai më goditi aq fort sa që unë humba ndjenjat. Kur u zgjova, vajza ime nuk ishte aty. Ma kishin marrë. Më thanë se kishte vdekur. Nuk më lejuan ta shihja, nuk pati varë, nuk pati arkivol. Asnjë gjë. Nëse flas në detaje, mendoj që kjo letër nuk do të mbaron. Vite më vonë, pas gjithë dhimbjes, unë mësova të vërtetën që më të çmendi mendjen. Vajza ime ishte shitur për adoptim ilegal jashtë shtetit. Aty u thyet diçka në mua për gjithmonë. U aratisa, pa dokumente, pa para, pa asnjë gjë. Përfundova në një qytet të huaj, duke pastruar shtëpi, duke fjetur në bodrume, dhe mbaj mend një natë rash në rrugë pa ndjenja nga uria. Një grua më shpëtoi jetën, më ndihmoi, më dha punë, por më dha edhe shpresë. Por jeta kishte akoma plane mizore për mua. Në moshën 35 vjeç, u dashurova për herë të parë. Me një burr që mendova se më pasi njëri. Jetuam bashk 4 vite. Një ditë mora vesh se ishte i martuar. Dhe kur e përballa, më tha fjalin që më vrau më shumë se çdo grusht. Ti je veç një grua e thyer. Kush tjetër do të donte? U largova, u ktheva sërish vetëm. Sot jam 46 vjeçe. Jetoj me një sekret që s'më lë të fle. Prej 2 vitesh kam gjetur gjurmë të vajzës sime. Ajo jeton diku. Ka familje. Nuk e di që në fakt ekzistoj. Çdo ditë shikoj fotot e saj nga larg. Nuk guxoj as që t'i flas. Kam frikën që ta lëndoj. Nganjëherë e pyes veten, a është më mirë të dish të vërtetën apo të jetosh në një gënjeshtër të bukur? Kjo është jeta ime. Një jetë që e varosa disa herë. Një jetë që s'duhej të mbijetonte. Por jam ende këtu duke marrë frymë dhe duke treguar këtë histori që ndoshta dikush diku të mos të hesht asnjëherë si unë.